Sot do kaloj 24 orë si kur t'jetë viti 2004. Para se ta mëngjes kam harruar gjën më kryesore. Kjo nuk ekzistonte, kjo. Ndaj këtë celular unë do e zhduk për sot. Mos ka një gjë që s'duhet të shihni këtu. Mendoj që kjo mund t'jetë më e vjetra që kam në koleksionin tim tani. Nokia është nga këto që thyen pllakat. E ke parasysh nëse kjo bie në tokë do çahet pllak. Do doja shumë ta ndizja dhe të luaja atë lojën me gjarprinj, nëse e keni parasysh. Nëse nuk e keni parasysh, jeni shumë të vegjël për ta parë këtë video, ju lutem largohuni. Do thoni pse do jetë ky momenti më i bukur, vetëm dëgjojeni fillimisht. Horoskopi i ditës është unë, 19 maj 2018. Dashi. Super nostalgji, kjo muzika, zëri i kësaj, e di shumë mirë që kjo nuk ka qenë në 2004, në 2004 s'kisha lindur as unë, apo kisha lindur. Taram! Dukem si Jojo Siwa. Por, këtë mund ta vishja te një party, dhe me qëra fjala te party, a e kuptoni pse unë po e bëj këtë video, pse ju po ju tregoj këtë outfit, sepse unë do organizoj një party me tematikën 2000s, pikërisht këtë që po bëj sot, në datën 4 shtator te Tunel Tarrac. Party do jetë komplet 2000s theme. Outfiti do jetë dress code rreptësisht 2000s. Muzika do jenë hitet më të forta të 2000s. Dekori do jetë komplet 2000s party theme. Party normalisht është 18+. Biletat tani kushtojnë vetëm 500 lekë të reja dhe i gjeni te Le Futur në blog. Mund të shkoni aty për të bler biletat nga ora 9 e mëngjesit deri në 9:30 të darkës. So shikemi aty, okay? Me zero press, I can't wait! Dhe ja ku kemi zbarkuar te parku Rinia. E dua prap jetë. Dua të jetojnë 2004 tani, ju lutem, më hiqni nga ky vit i tmerrshëm. Nëse në 2004 piramida ka qenë e braktisur, si s'ka qenë për shumë vite, jam shumë e sigurt që njerëzit hypnin aty sipër dhe thjesht rrinin qelloseshin. Fakt është piku i diellit aty. Ka marr shkumsa me ngjyrë. 5, 6. Atëherë është kështu. 1, 2, 3, 4. Mi dilnin nga shtëpia, e janë këtu, e kanë bërë gati për e keni këtu, nëse nuk bie shi deri kur të kemi nxjerr videon. Ç'a bën njerëzit në 2004 në dark? Shohin televizor. Po çfarë shohin në televizor është pyetja dhe pash që në ato vite ka qenë show Kush do të bëhet milioner. Në ato vite ka pasur shumë emisione interesante, ka pasur game shows, ka pasur emisione edukative. Kush do të bëhet? Dhe përshtypjet e mia për këtë video janë nga më të mirat, kam mbetur super e kënaqur. Realisht ndjej një qetësi shpirtëror, ndoshta sepse ula në park, bro just had to touch some grass.